Sot do të shkojmë me qyfte pule, mirë po në formë pak më ndryshe, jo të qyfteve, në formë si gjysëm rrethore, mirë e mbushur me djathë, spinaq dhe pak domate qershi. Sa i përket brumit të qyfteve, unë kam përzgjedhë zakonisht gjithmonë kur bëhet fjalë për qyftet e pulës, shkoni me pjesën e shpatullës së pulës, ajo ka pak më tepër yndyrë, kështu që gjithmonë për qyfte duhet pak më tepër sasi e yndyrës, kështu që me shpatull ju dalin shumë të mira. Tash recetën e keni, ju mund t'ja jepni formën sipas dëshirës, mund t'i mbushni me çfarë të doni, unë i kom përzgjedhë këto shije që përshtaten shumë me njëra tjetrën, sidoqoftë është deri te ju. Unë po filloj me brumin e qyfteve së pari. Qep, për 1 kilogram mish, 2 qep. Vendosë që këtu që t'i bluaj, njëkohësisht edhe mishi do t'bluhet këtu, mirë për nëse nuk e keni makinën, atëherë e grimconi mishin me thik, deri në atë mas sa të duket sikurse është i bluar. Dhe pasi që të grimcohet kështu, do me thënë në fije, në fund e rafni kështu me tik, dhe në këtë mënyrë ju bëhet formë e mishit të bluar. Tash këtu i shtoj erëzat, në mënyrë që mishi pastaj ta përthith më mirë, piper të kuq, krep, piper, dhe një përbërës që është mjaft delikatesë dhe në vetë konsumimin e tij, mustarda. E kur bëhet fjalë për qyftet e pulës, mustarda i shkon shumë. Shtoj mishin, e prej në pjesë të vogla që t'i ndihmoj makinës ta ketë më të lehtë. Sigurisht se vjamin e tepër t'ja largoj. E tash na duhet diçka që të lidhet. Unë zakonisht kohët e fundit gjithmonë preferoj që të kem fara, siç janë farat e blura të lirit, i lidhen e bën lidhje shumë të mirë dhe njëkohësisht marrim vlera ushqyese, ndërkohë mund t'i shtoni ndonjë lugë mill. Do t'ja shtoj 3 lugë fara liri. Edhe mund t'i shtoni edhe spec djegës, qofse e konsumoni. Dhe erza, këtu kam rigon dhe majdanoz. Edhe një blurje të lehtë dhe brumi është gati. Zakonisht të gjitha bruma, qoftë edhe të qyfteve me mish të blum apo të pulës, duhet pushojnë pak që mandej ma lehtë e keni t'ja jepni formë. Ja, brumi perfekt.
Po vazhdoj me pjesën e mbushjes, këtu kam djathin kaçkavall të disë. Jep shije shumë karakteristike, mirë po e përzgjedhni çfarë ju e pëlqeni. Dhe shtoj kaçkavalli në spinaq. E bëj kështu pak me dorë, në mënyrë që të shtypet pak spinaqi, përndryshe nuk keni nevojë ta skuqni, sepse piqet shumë shpejt. Sigurisht e dini që nuk i duhet më shumë se 1 minutë, kështu që në mbredësi bëhet tamam. Ndonjëherë këtë mbushje bëj edhe me gjithë spinaq. Kështu që i keni 2 opsionet. Vendosim e një herë 2 letër kuzhinë. Tash i vendosi në tepsi. Sipër djath parmezan. Dhe pak fara të kungullit. Kështu vetëm për dekor, po unë i praktikoj shumë farat. Mundohem t'i fos gjithandej përveç sallatave dhe ëmbëlsirave. Edhe kanë çmimin të lirë, edhe kanë shumë vlera ushqyese. Hajde tash në pjekje në 180 gradë. Shikoni miq. Zakonisht lagështin e lshojnë qysh në fillim, kështu që vetëm lagështia piqet kështu. Kurse pjekja e brumit është perfekte, ashtu siç duhet të jetë. Shikoni. E bukur po se po, mirë po me rëndësi që është shumë e shijshme. Atëherë kaq nga unë miq, do takohemi sërish për të gatuar një recetë të re nesër në pot të njëjtën kohë këtu në KTV. Miru takofshi.